Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 4. Data 4 korrik të 2025-ës. Duket se kemi të bëjmë për një ditë shumë të favorshme, një ditë shumë e rëndësishme, ku kemi afër ditën kalon në shenjën e binjakëve. Ky ndikim planetar, që jep mundësi dhe rëndësi në gjërat e mëdha, që do të thotë diçka shumë e madhe, një shans veçanërisht mjaft pozitiv, favorizon kontaktet, marrëdhëniet, ndryshimet dhe ndikimet të mëdha që kanë tani tutje. Dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Mundoni që të jeni sa më korrekt në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me çështjet e personave që do të ndikohen, sepse është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive ku do të ndihmojnë në lidhje me punën, në lidhje me ato çka jeni, ato çka doni të përcjellni, sepse është një kohë shumë e përshtatshme dhe mjaft pozitive në anën tuaj. Por pas se filloj me parashikimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve që jeni të interesuar për një parashikim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi këtë faqe këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas e dërgoni mesazhin tek sekretaria. Ajo fotoja që shikoni të lartë është e klikoni gjithmonë, si mos futeni në labirinth dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por ju që doni që në kohën që jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, keni këtë butonin këtu. E klikoni të gjitha dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen. Ku do jemi live sot, do lëmë një orar të flasim direkt me juve. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense dashi duket se ka shumë për të thënë, ka mjaft për të biseduar për çështjet e së ardhmes. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi, është një moment shumë pozitiv për të zgjidhur çështje problematike. Dhe kjo ka një orar shumë të rëndësishëm nga ora 7 deri në orën 11. Mund të bëj takime, bisedime të rëndësisë së veçantë, sepse është një kohë shumë e përshtatshme, një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Dhe kjo do bën që juve të jeni korrekt me ato çka doni të bëni, korrekt me gjërat e rëndësishme që do të keni. Kurse në çështjet shpirtërore të keni parasysh që lidhjet afatgjat janë me peshore, duket se do t'ju ndikoj pozitiv dhe keni të gjithë mundësinë e artë në lidhje me takime, në lidhje me bisedimet të rëndësishme që do të keni tani. E tutje është një mundësi shumë e mirë në lidhje me peshore, por edhe me bricap gafore ka shumë të bëj, sepse dashi në vetvete, sepse guvernatori që është Marsi dhe i planeteve të tjera siç është ndikimin e Saturnin, ndikimin e Hënës, u jep mundësi për të stabilizuar lidhjen, edhe pse me probleme keni pasur me peshoren, por do ta zgjidhni pikërisht tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, meqense demët duket se kanë pasur shumë gjëra në përduar dhe duan tani dhe kërkojnë një diçka në fushën e karrierës së tyre, një mundësi shumë e mirë që lidhet me ekonomi, lidhet me gjëra të mëdha në fushën e karrierës, sepse këtë karrierë e kanë shumë të rëndësishme, kanë shumë të nevojshme lidhje me punën e tyre, lidhje me ndryshimin e madh që kanë ata. Është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime të mëdha që do keni tani tutje, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me disa problematika të vogla që keni tani tutje, janë probleme kalimtare, nuk ka bëhet fjalë për çështje që nuk zgjidhen ose gjëra që mund keni pasur, por vjen një moment shumë i mbar tani ku çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë suaj dhe maturisë tuaj që ve keni, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akret të dhjetit parë dhe me bricap të dhjetit është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët.
Për binjakët, meqense binjakët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur mjaft lëvizje në fushën e punës së tyre, e disa gjëra që ka lënë qershori nga data 13 deri 24 qershor, që ka qenë një kohë lidhje me kontratant, lidhje me punë, lidhje me ndryshime, nuk janë bërë. Vjen korriku tani, fillimi i korrikut, që është një mundësi shumë e mirë për sa i përket pikërisht datës së 4, ku do të kemi mundësinë dhe zgjidhen që kanë në ndikimin e tyre mundësitë, sepse mos harrojmë sepse ka një moment shumë mirë ekonomiko-financiar, ku do të zgjidhni problemet e juaja që keni, por ka të bëjnë dhe me një çështje madhore ekonomike, sepse lidhet edhe me punën, lidhet edhe me karrierën. Prandaj kërkohet pak a shumë vëmendje në gjëra të tilla. Por gjithashtu ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën e financave dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që është gaforja. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet duket se kanë një mundësi tani në këtë periudhë ku lidhjet afatgjat, mundësitë që kanë të bëjnë në lidhje me ekonominë, në lidhje me një takim që do të bëni tani tutje, ky është një takim shumë pozitiv, një moment mjaft i mirë sepse zgjidhni një problem që keni pasur në punën tuaj se i çështje ligjore e fitoni. Është momenti më i mirë i mundshëm tani për të zgjidhur çështje problematike dhe kohën tuaj më të qartë dhe më të saktë në çështjet që kanë të bëjnë nga mbasditja zgjidhni këtë problem. Kurse në dashuri duket se me ujor dhe me akrep duken të mbara, por gjërat janë pak a shumë ndikohen në këtë periudhë, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur problematikat të pazgjitura më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me virgjëresh duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Për luanët duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për sa i përket një zgjidhjeje, një problem pune që mund të ketë dalë para 5 ditëve në fakt, por kjo nuk do thotë se ju nuk e zgjidhni këtë problem. Është një problem i zgjidhshëm, është një periudhë mjaft e mirë për sa i përket periudhës, kohës, momentit, ndryshimit madh që keni tani tutje. Është pikërisht kjo periudhë, një periudhë shumë e mirë dhe mjaft pozitive për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që juve keni në fushën e karrierës suaj, sepse është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Nuk ka vend për të shqetësuar për zgjidhjen e problematikave që mund keni pasur, ose çështjeve të mëdha në financa, në bisedime që mund keni pasur, edhe periudha që mund të zgjidhni ka të bëjë shumë me takime, ka të bëjë shumë me disa vendime shumë të rëndësishme që mund të jepni kohë dhe vetes suaj, por është një moment mjaft i mirë për ta zgjidhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe tem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Meqense virgjëreshat duket se nga njëra anë nisi një rrugtim të ri drejt fushës ekonomike financiare, ka një të drejtë të madhe në lidhje me drejtësinë dhe mundësinë e tyre që ata do kenë, por ka një ndikim shumë të madh tani për tani në lidhje me disa takime, me disa vendime që do të marrin. Por duhet pak kujdes jo të nxitoheni, se nxitimi nuk sjellin dobi virgjëresha dashura, mund të sjellin disa problematika të vogla në fushën e punës, edhe pse ju keni pasur çështje pune më shumë korrektësia, dhe kjo ju bën që të ndjeni mirë. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket peshoreve, peshoret duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta në lidhje me anën ekonomike financiare, lidhje me disa ndryshime dhe takime që do të bëjnë, por mos harroni peshorët dashur sepse juve e keni dhe mundësinë, edhe pse jeni pak në dilemë për disa çështje pune që nuk varet nga juve, sepse nuk është faj juve se ndryshe kur është ku keni faj, është tjetër gjë se do ta zgjidhni problemin në mënyrë tjetër, po nuk është faj juaj sepse të tretët e kanë ndikuar tek juve dhe juve keni pranuar disi për ta ndihmuar, edhe jo të dilni dhe probleme në këtë aspekt. Kjo do thotë që do ta zgjidhni problemin tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që është akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët të duket se tani
edhe pse kanë nisur një rrugtim të ri drejt asaj çka duan, ka një mundësi tani për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket ndryshimeve dhe mundësive që ju jepen, është një moment mjaft i mirë. Një moment që juve do e shikoni dhe vetë ku do të zgjidhni shumë probleme, sepse gjithmonë Plutoni në katërkëndësh që jep një mundësi, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur çështje problematike, keni pasur disa gjëra që nuk kanë dalë aty ku duhet, por gjithsesi është periudha, koha më pozitivja e që ndonjëherë në lidhje me disa takime, me disa vendime që juve do të merrni, dhe kështu që kjo bën që juve të jeni korrekt me atë çka doni të tregoni, por në anën tjetër është momenti juaj që të zgjidhni gjërat me ku doni. Meqense gjithmonë në akrepët kanë momentin e duhur për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Është momenti më mirë i mundshëm tani dhe vazhdimësia duket mjaft pozitive. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë për akrepët është me Virgjëresh. Shkojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Po shigjetarët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti miqtemi të zgjidhni një problem, një ngërë që keni pasur në fushën e ekonomisë. Kjo do të thotë që çdo gjë me kalimin e kohës gjërat zgjidhen siç doni juve, është një kohë shumë e përshtatshme në vazhdimsi dhe çështjet ekonomike financiare arrin majat, është një kohë mjaft e mirë, një kohë shumë pozitive. Dhe momenti që ka të bëjnë tani e tutje është një periudhë mjaft e mirë, sado delikate, por po i zgjidhni gradualisht gjërat një nga një që të arrini majat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Dash duken të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Bricjapi. Për sa përket Bricjapëve, Bricjapët duket se tani është një mundësi shumë e mirë, tepër pozitive. Është një mundësi që gjërat të arrin aty ku doni juve, gjërat të arrin në lidhje me suksesin e garancinë tuaj, suksesin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, momenti që juve keni dhe periudha që ndodhin gjërat, është një kohë shumë e mirë dhe një kohë afatgjat, ku do thonë do të keni mundësinë për ekonominë, për stabilizimin, për punën, për çështjet madhore financiare dhe momentet kyçe që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Gafore dhe me Akrep janë të mbara, por një problem i vogël ka ndodhur me Dashën dhe Diqit të dy. Mund të ketë një arsye që nuk keni përgatitur ose diçka për të vazhduar më tej, por gjithsesi është një kohë që kërkon pak vëmendje. Vijojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Për sa përket ujorit, duket se ujori është në vendin më të mirë të qenë ndonjëherë, sepse duke pasur parasysh periudhën kur ndodhin fenomenet, momenti që juve keni nga njëra anë keni mundësinë që të zgjidhni gjërat aty ku doni, por është një mundësi shumë e mirë e artë, më thuhet, sepse tani ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur gjërat, është kohë mjaft pozitive, një moment i duhur për punën, edhe pse do të keni një punë të dytë, të lodheni pak, por ka për t'ia vritur, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Luan, duket të mbara. Një mundësi e artë, duket se është me dem të vijë Diqit të dytë, nëse keni pasur probleme, do t'i zgjidhni. Vijojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për peshqit tani e tutje, ka ardhur koha dhe momenti për zgjidhur gjithçka juve kërkoni. Është një moment shumë i artë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me gjithçka përmban në fushën e punës. Edhe pse do keni ndryshim në të njëjtën vend pune, zyre, por do ndryshoni zyrën. Në të njëjtën objekt që juve keni në profesionin tuaj. Është koha më e mirëmundshme. Kurse në çështje shpirtërore, edhe pse me disa probleme që keni pasur, probleme kalimtare do ta thoshon, sepse lidhjet që kanë që bëjnë këtu, ka të bëjnë me Akrepin dhe Diqit parë dhe me Gafore, që kanë të bëjnë, është diçka shumë pozitive, madje është ideale, por edhe vazhdimësia duket e hartë në këtë aspekt. Këto ishin pak a shumë miqtemi për sa përket pikërisht datës 4 korrik të 2025. Para se të ndahemi bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të juar, kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, pra mund të klikoni atë foto që keni sipër në fillim, atë foto të vogla në ekranin e djathtë. Gjithmonë atë foto do klikoni
Dhe duke klikuar, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që Astrologu Pikal ngarkon në YouTube, dhe dëshironi të dëgjoni të parët, të shikoni të parët, atëherë, duke na bërë subscribe me këtë buton që shkoni këtu, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigje në një rregull. Më të mirë një orë.